ligjërat publike e zotit Berisha, ku u fol për çantat e kushtueshme, veshjet e shtrenjta dhe kuvendin që ndonjëherë kthehej në pasarel. Ty si të është dukur kjo deklarat? Është kaq e nevojshme kurimi që bëjnë politikanet, vajza e gra në kuvendin tonë? Unë mendoj që një personazh që të artikuloj për veshjet duhet minimalisht të jetë i pastër vetë. Dhe siç ta thash në fillim të emisionit, unë jam shumë te vërtetësia dhe kur ti nuk e ke peshën e vërtetësisë për sa i përket personalitetit tënd, familjes tënde, nuk mund të artikulosh kundërshtarin. Me këtë referohesh familjes zotit Berisha? Pa diskutim, sepse morali nuk ke moral, sepse në momentin që ti një familjar jot i vesh më shtrenjta se ministri Ramës, ti nuk ke moral të kërkosh llogari Ramës. Familjari zotit Berisha nuk vjen në kuvend, po flasim për ato që shkojnë në kuvend. Nëse zoti Berisha ka ardhur me ndonjë çantë Louis Vuitton ndonjë ditë kuvend, unë tërhiqem. Tani ti mund të tërhiqesh sa të duash, por ti di shumë mirë sa janë pagat këtu si në sektoret shtetërore zonjë, po dhe në ato private. Dhe pa diskutim që familjar të zotit Berisha bëjnë një jetë luksi, siç e bëjnë edhe të Ramës. Unë nuk jam kundra asaj që artikulon zoti Berisha, po t'i artikuloj edhe tek vetja. Për ti deklaratës së tij. Po pikërisht pra, sepse unë po të flas si qytetare thjesht tani. Unë kur shoh që këtu ka korrupsion, por shikoj që edhe këtu hidhen 150.000 euro fjala bie fishek zjarre për një ditëlindje, do të thotë që janë të dyja palët korruptuara. Dhe pa diskutim nuk mund të kërkosh rotacion qeveri dhe të kërkosh që të rrëzosh kundërshtarin. Kundërshtarin ti zonjë rrëzon kur ti ke kartën morale, kur ti je kundërtar asaj që kundërshtari jot është, jo kur ti je një lloj me kundërshtarin tënd. Sepse nëse ti dhe kundërshtari jot keni një standard, ai thotë mirë jemi këtu ku jemi, prandaj zotëria po merr mandatin e 4.